Mirë po, edhe nuk pëlqon peka pak si me Albulena Agjon për arsye që është rigoros. Në njërën anë për lutë LDK-n, edhe për denigran, por në anën tjetër po të regon rigorizitet një farforme. Pra kjo krejt është një lloj prapë po thëmë taktizimi, sepse eventualisht mundemi me shku në zgjedhje dhe do me pas pozicion të mirë dhe me thonë që i kom lutë LDK-n, po më blokojnë, këta kanë me bo qeverisjen bashkë me PDK-n e PDK-ja është e keqe, kështu që votom një mu. Unë mendoj që VV-ja qef nuk ka me shku në zgjedhje, qef nuk ka, pa e marë pushtetin dhe pa i kryo disa gjana tjera se i kanë metë proceset në gjysmë, qef nuk ka, mirë po në qoftë se mundet me ndrejsh terenin, atëherë besoj që shkuarja në zgjedhje nuk përjashtot, nuk besoj që ishtë dasht me ndodhë, absolutisht. Jo, përderisa opozita i ka votat me bo qeverin. A jep Albin Kurti pozitën e kryeministrit për dikë tjetër, qoftë edhe partneri i koalicionit? Jo, absolutisht jo. S'ka asnjë shans. E tha edhe sot, megjithatë po deri të arrihet marrëveshje politike, historia ka treguar që megjithatë ka gjithfarë lëshimesh. Nëse sheh profilin ideologjik të zotrit Kurti, edhe nëse analizon, pushteti autoritar nuk dorëzohet para asnjë të tillë si themi shantazhi. Ky mundet me bo kompromise, loj fjalesh mirë, po ai nuk heq dorë asnjëherë pi figurës vetë. Mos të harrojmë hares kur ky s'ka mujt me garu në zgjedhje, sepse ka qenë diçka ende në proces një... Ka pas afatin prej 3 vjetëve, më pak se 3 vjetë, gjykim të dërim formës aje kalon numër 1 zbraz dhe Vjosa Osmani ka qenë numër 2. Dhe më thonë, na kemi të bojmë me një njeri cili e lënë numër 1 të zbrazët sepse nuk ka dësh, nuk ka nesh përveç ti. Nuk i heq dora nga kryeministri sepse kjo do t'i bie që u dorëzu, e kjo nuk dorëzohet. Asnjëherë në raport me pushtetin e tij. Ai do krejt ose heq. Që këto propozime si ky sot me LDK-s janë thjesht për këso debatesh, për diskutime brenda elektoratit të krejt partive dhe jo zgjidhje për një mend. Po, absolutisht. Po, me thonë që une nuk shkoj veç me PDK-n, se janë të këqi, po as me VV-n se janë pak të këqi, po që tu nëse bohëm krejt, bashkë atëri ndojnë fajet shkojnë. Kjo është absurd, nuk është zgjedhje politike. Kjo është me kalu situatën, kish mujt me zgjatë në shta një mujt 2, po kjo është të merë për derisa ti i thu krejt qëto sene që qenë ka autoritare, qenë ka rrezik për demokracinë, edhe njëjtën kohë propozon me shtinë qeveri me ty jo. A besoni që ka ndonjë figurë politike që mund ta marrë këtë proces ta çojë përpara drejt një zgjidhje, ta zënë presidentja e vendit ose dikush tjetër në figurë ma unifikuese, më respektueme prej të gjithëve? Aktualisht, që ka ndodhur me ardhjen e Kurtit pushtet, është opozitën e ka dobësu, nuk është pse është Kurti, po pushtetet e tilla, ideologjitë e tilla e bojnë dobësimin e opozitës dhe bojnë përçamjen e opozitës dhe bojnë si të themi, stërkeqje të diskutimit publik, polarizim tepër të madh, nuk kemi figurë të tillë. Vjosa Osmani ka qenë e pushtetshme dhe e fuqishme vetëm sa ka qenë mirë me zotrin Kurti, dhe sa ka qenë shërbim të tij. Aktualisht e dim që pesha e saj politike është veç në përfaqësim të jashtëm, që